Mbajt konferenca e 28 vjetore e Microfinance Center në Durrës, ku bëri bashkë liderë të sektorit të mikrofinancës, investitorë të ndihimit, institucione financiare dhe ekspert ndërkombëtar nga i gjithë rajoni. Në fokus të diskutimit ishin temat që lidhen me tranzicionin e mikrofinancës dhe ruajtja e misionit social në një mjedis ekonomik dhe teknologjik në ndryshim. Ekspertët kërkuan më shumë mbështetje për qytetarët dhe bizneset. Veçoria e tregut të mikrofinancës është që ai duhet i shërbej atyre segmenteve të ekonomisë që janë më pak të adresuara nga sektori tradicional bankar. Dhe këtu përgjithsisht bëjmë pjesë familjar dhe ekonomi ose mikrobiznese, të cilat më së shumti operojnë në zonat rurale ose në sektorët informal dhe me të ardhurat të ulta. Për këtë sektor dhe për këtë segment të ekonomisë është dizenjuar mikrofinanca. Panajiri shërbeu si një platformë rrjetësimi për investitorët e ndihimit, institucionet financiare dhe ofruesit e teknologjisë. Tashmë e veçanta e mikrofinancës në Shqipëri është përqasja e digitalizimit, shërbimeve digjitale dhe sot mikrofinanca është në fakt lideri i zhvillimit digital në Shqipëri dhe po ndikon jo vetëm në edukimin financiar, por edhe në edukimin digital të popullsisë. Një fokus të veçantë u kushtua edhe klimës, ku diskutuan mundësitë konkrete për institucionet mikrofinanciare në financimin e iniciativave klimatike.